8 shkurt. Miku ynë qiellor. Kush prej jush ka një mik dhe ky shkon tek ai në mesnatë e i thot: Mik, më jep hua 3 bukë, nga që më erdhi një miku im nga rruga dhe nuk kam çfarë t'i vë para. Unë po ju them, se edhe nëse nuk ngrihet t'ia jap për shkak se është miku i vet, do të çohet gjithsesi për shkak të paturpësisë së atij e do t'i jap gjithë sa ka nevojë. Dhe unë po ju them, lypni dhe do t'ju jepet. Luka 11, 5-9. Është joshëse të mendosh se të folurit për Perëndin është shpreha kryesore e marrëdhënies sonë me të. Megjithatë, është e mundur që të flasim për Perëndin pa pasur ndonjë njohje të thellë se kush është ai në të vërtetë. Dëshmia e marrëdhënies sonë personale me Perëndin shpesh nuk gjendet në fjalët tona publike, por në lutjet tona private, jo në atë që themi për të, por në atë që i themi atij. Në të vërtetë, siç thuhej se vuri në duke Robert Murray McCheyne, ky është njeriu dhe asgjë më tepër, robi i gjunjëzuar para Perëndisë. Këtu qëndron sfida, sepse po të tregojmë të sinqert, shumë nga lutjet tona pasqyrojnë një marrëdhënie statike ose të largët, dhe jo gjallërinë që duhet të karakterizojë një miqësi të përzemërt. Mirëpo, nëse kjo është e vërtetë për ne, atëherë mund të jemi të sigurt se nuk jemi vetëm. Dishepujt e Jezusit gjithashtu dëshironin të rriteshin në një marrëdhënie të ngushtë me Atin e tyre qiellor, por e dinin se kishin nevojë që Zoti të mësonte se si ta bënin këtë. Luka 11:1. Dhe si përgjigje, Jezusi, pasi u përshkroi atë që u quajt lutja e Zotit, u tregoi atyre një shëmbëltyr për kërkesën e guximshme të një miku. Jezusi e fillon ilustrimin e tij duke paraqitur marrëdhënien e 2 burrave brenda historisë së tij. Ata janë miq. Pastaj ai vazhdon të shpjegojë se si njëri prej tyre, duke dashur që ta mirëpres mysafirin udhëtar, shkon në shtëpinë e tjetrit në mesnatë për të marrë bukë hua. Ai madje rrezikon që ta zgjojë gjithë familjen e mikut të vet, vetëm për të paraqitur kërkesën e tij. Jezusi thot se, për shkak të këmbguljes së tij të guximshme, burri i dytë ngrihet dhe i jep të parit atë që i nevojitet. Nga historia e Jezusit, duhet të kuptojmë këtë. Nëse një miqësi e sinqert njerëzore prodhon një reagim kaq bujar, atëherë mund të jemi të sigurt se, kur të shkojmë te Perëndia në lutje, ai nuk do të na refuzojë kurrë asgjë për të cilën kemi vërtet nevojë. Kërkesa e burrit është e guximshme, por sado kërkuese që mund të duket, ajo dëgjohet nga një mik dhe plotësohet për shkak të këmbguljes së tij. Prandaj, sa më e madhe mund të jetë siguria jonë që Ati ynë qiellor është gati të na përgjigjet, atëherë kur i afrohemi atij me një zemër të sinqertë e të përulur. Siguria përpara Perëndisë nuk është domosdoshmërisht mendje madhësi. Përkundrazi, ne mund të kemi besim përpara fronit të tij, për shkak të miqësisë që ai ka krijuar me ne nëpërmjet Jezusit. Për shkak të tij, ne mund t'i flasim krijuesit ton me paturpësinë e një miku të ngushtë. Çfarë mendimi i mahnitshëm. Nuk ka mesnat me Perëndin. As nuk do të ketë kurrë ndonjë çast kur ai të bezdiset nga fakti që ne vijmë tek ai që është miku ynë. Gjithsa duhet të bëjmë është të trokasim.